Riti I kalimit në epitaf dhe procesioni I varimit të Krishtit ka bërë bashk besimtarët ortodoks në Korçë. Si çdo vit, Mitropolia e Shenjtë ka organizuar ceremoninë në ditën e të premtes së madhe, ose siç njihet ndryshe premtja e zezë, një ditë që përkujton vuajtjet e Jezusit dhe vdekjen e tij në kryq. Epitafet e kishave të qytetit janë bashkuar fillimisht përpara sheshit të katedrales Ngjallja e Krishtit, për të vijuar më pas procesioni përgjatë rrugëve të qytetit, në zonën kombësore e përgjatë bulevardeve Gjergj Kastrioti dhe Republika, të shoqëruar nga një numër I madh besimtarësh. Në ndryshim nga vitet e kaluara, procesioni I këtij viti është udhëhequr nga Ati Ilia Kodnani, pas zgjedhjes së Irësisë së tij Mzot Joanit si kryepeshkopi I Kishës Ortodokse të Shqipërisë. Besimtarët ortodoks nga Korça, por dhe qytetet të tjera të vendit janë mbledhur për të kryer ritualet fetare, duke u bashkuar në lutje dhe reflektim shpirtëror. Sot kremtohet kryqëzimi I Krishtit. Nga Elbasani vi, edhe nuk jam fare ortodoks. Si ju duk riti I kremtimit së premtes? I pa ndonjëherë, unë s'kishe pa, por shumë I bukur. Vi për herë të parë për Pashkën në Korçë. Është bukur të shohësh këtë ceremoni fetare. Sa I takon festimeve në vendin tim në Greqi, ka diçka të ngjashme nga rituali ortodoks kristian, por besoj se fakti që jemi mbledhur këtu me një larmi kulturash dhe fesh e bën diçka më të veçantë. Pashka do të kulmojë me mesnatën e së shtunës, kur Krishti do të ringjallet dhe besimtarët do të ndezin qirin në kish për të marrë dritë, një dritë e cila vjen si simbol I ringjalljes dhe ndriçimit të shpirtit. Të dielën e Pashkës, besimtarët festojnë drekën në familje.